Me përkushtimin e saj të pandërprer për të ndihmuar ata që kanë më së shumti nevojë, shoqata humanitare Bereqeti në kuadër të Bashkësisë Islame ka realizuar sërish një aksion solidariteti në komunën e Ulqinit. Kësaj radhe janë shpërndar gjithsejt 95 pako ushqimore, të cilat synojnë të lehtësojnë sadopak jetesën e familjeve me kushte të vështira ekonomike. Kryetari i shoqatës Mirsad Muça theksoi se ky aksion është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të shoqatës për të qëndruar pranë komunitetit dhe për të ndarë barrën me ata që përballen me sfida të përditshme. Shoqata Bereqeti do të vazhdojë të jetë pranë familjeve në nevojë, jo vetëm në Ulqin, por edhe në trevat përreth, sa herë që të ketë mundësi dhe nevojë, u shpreh Muça. Fillimisht në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, sot Bereqeti, i cili funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Ulqinit, ka filluar aksionin për shpërndarjen e 95 paketave ushqimore për familjet në nevojë. Ne kemi filluar aksionin ton sot në anë të Malit, gjithashtu duke përfshirë edhe krajen. Nesër shpresojmë që do ta realizojmë gjithashtu shpërndarjen këtu në qytetin tonë në Ulqin. E dim se me këto paketa nuk zgjidhet, domethënë, problemi apo nevojat që ka një familje, por mund të themi që sadopak shpresojmë që të ju lehtësohet gjendja atyre. Unë shfrytëzoj rastin të i falenderoj të gjithë donatorët, ata që vazhdimisht po ndihmojnë dhe po na përkrahin, që duke qëndruar pranë familjeve që janë në nevojë. Ne vazhdimisht pra jemi në koordinim dhe në bashkëpunim me njerëzit tonë vendas, cilët na ndihmojnë dhe na drejtojnë për familjet që kanë nevojë. Ne nuk do të thonë që vetëm 95 familje kemi, ka ndoshta edhe më shumë, por për moment kaq janë edhe mundësitë tona, por shpresojmë që në të ardhmen ndoshta do të bëjmë një shpërndarje edhe më të madhe. Lusim Zotin e Madh që inshallah Allahu i shpërblen me të mirat e tij të pafundme gjithë bamirësat, sepse nuk ka dyshim ata që kontribuojnë për m'ju dalë ndihmë atyre që kanë nevojë. Zoti e ka marrë për obligim që m'ia ushtu për pasurinë, m'ia ushtu Bereqetin. Vlera e pakos është, domethënë, rreth 35 eurosh. Janë vërtet mbi 35, sepse ata që na i përgatisin, marketet që na i përgatisin pa fitesë. Kështu që inshallah Zoti i Madh ja u lehtëson gjendjen e nevojtarëve dhe Zoti i Madh ka më ushtu Bereqetin gjithëve atyre që ndihmojnë dhe kontribuojnë për ata që kanë nevojë. Do të kemi shpërndarje në muajin dhjetor, ka fundi muajit dhjetor, po ashtu edhe në fillim të muajit të Ramazanit, gjithashtu do të vazhdojmë me shpërndarjet e pakove ushqimore. Normal se kemi familje që kanë edhe nevoja të tjera, që kemi pas edhe pe bamirësave që janë tregu të gatshëm, sidomos shembull kemi pas raste që familje ndoshta kanë pas atë borxhe, cilët nëpër markete, kështu që pe bamirësave që kanë shku vetë vullnetarisht edhe i kanë fshi ata borxhet përmes Bereqetit, i cili funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Ulqinit. Shoqata Bereqeti shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë kontribuesit dhe vullnetarët që mundësojnë realizimin e këtyre aksioneve. Falë zemërgjërësisë dhe solidaritetit të tyre, shumë familje ndihen të mbështetura dhe të kujtuara. Le të vazhdojmë së bashku të mbjellim shpresë, mirësi dhe bereqet në çdo shtëpi që ka nevojë.